Rinzi, kam thuaj si po shkon për ditëshmëria, shumë shpesh jene për portale, në për këto. Ku po e gjenë energjinë? Ti është gjithë ku? Dështë një sekret. Fatmirësisht, unë kam një ekip shumë të mirë rreth vetës. Jemi angazhuar me fondacionin, kemi aktivitete të ndryshme. Sot nesër do të jemi duke përgatitur për një qeshorin që jemi duke shpërndarë dhuratat në shkollet të ndryshme. Jemi angazhuar edhe pjesë me udhëtimet brenda dhe jashtë Shqipërisë. Kemi disa aktivitete që janë të parashikuar për promovimin e Shqipërisë. Cilat janë reagimet e njerëzve kur të shohin prej afër që shkon aty? Sepse fizikisht është më e këndshme. Unë shpresoj se me kalimin e kohës të heqë këtë parajgjikime që ka pasur një pjesë e shoqërisë shqiptare, sidomos në Shqipëri, sepse në Kosovë janë shumë ardhëdashës. Në Shqipëri kemi punë për të krijuar lidhjet, për të kaluar këtë trajtimin e historisë që është e gabuar, duke siguruar që jo vetëm që ne jemi përfaktësuesë të një trashëgimi të vërtetë shqiptar, po edhe kemi një rol edhe një mision që është e prekshme, është pjesë e teatrit son. Edhe jemi duke punuar. Edhe do të punojmë që të jemi të vlerësuar.